këtë gandruar lëvizjen e qytetarëve. Erdhi një preth në Tiranë, ku do vjen? Lokalet plot, po të them. Sot dola deri në Shelë Skënderbej, lokalet plot. Do të qytetarët ecin normalitet, pa informuar se ka edhe shumë që nuk e dëgjojnë as televizor as radio. Edhe ecin ato le që i kanë shkputur kontaktin me këto mjetet e informimit publik, se mbledhej 1-2 PSD. Këto dy udhëheqësi kryesor, po populli thjesht ku është. Kështu që në këtë drejtim qeveria duhet të ulet këm kryq dhe ato takimet që bëjnë tani që ka nisur për fushat e çfarë ka nisur, duhet shikojnë hallet e popullit, jo flasin vetë dhe ikin. Po dëgjoj popullin ku është, ku e do ta lësh? Po erdhi raketa, ku do futem unë? Ja tani flas nga shtëpia, erdhi raketa, ku do futem? Ku do vete? S'ka njoftim. Edhe që kam qenë dhe ushtarak e tëra këto të pakën, si ushtarak ne duhet të informoheshin, të ketë databasin, ushtria të njoftoj, hapa slajtin e Ministrisë së Mbrojtjes, nuk ka në kushte normale. Si në kushte normale kur vendja aleat kryesor strategjik mund të thirrë qytetarëve të saj. Keni kujdes nga këto. Dhe një element mund të jetë i vetëm ai, po mjafton të bëj terror, ta panik te populli. I vetmi që s'ka reaguar deri tani është presidenti. Presidenti nuk ka reaguar, po dhe të tjera nuk janë reagime zyrtare dhe reagime çfarë do bëjmë. Presidenti du ta mbledh këshillin, ai këshill konsultativ se në fakt çdo gjë ka qeveria, po ta mbledh t'jap një njoftim vëlla, jemi para kësaj gjendje. Ne sikur jemi në kushte normale, jemi në luftë, duhet ta kuptojmë për sa që kemi përkrahur Amerikën dhe Izraelin që janë në luftë me atë, ne jemi në luftë. Në çdo sekondë jemi luftë, pavarësisht se vazhdojmë, jemi në paqe që vazhdojmë jetën e përditshme. Ama lufta tjetër është që ai luftë po zgjat dhe nuk dihen objektivat e saj kur do përfundojë, se e tillur nis, pa objektiva të qarta që nga presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës e nga Izraeli. Jo sot, jo nesër, jo po 2 javë, jo 3 javë, nuk bëj lufta me 2 javë me 3 javë. Lufta nëse do fillojë, duhet fillojë me tëra armatimin dhe me tërë forcat që përgatitet një luftë. Duhet fillojë që nga komercoria, që nga aviacioni, që nga marina. Këto janë 3 llojet kryesore të armëve. Pastaj po nuk shkeli këmbësor në një vend, nuk është e përfunduar lufta. Nuk bëhet lufta vetëm nga ajri. Sot, edhe raketa hodha e paralizova e bëra, kurse në anën tjetër ai tregon shtet i fuqishëm që sot prap me Izraelin e me tëra këto po ecën raketa, njëra pas tjetër. Kush vritet? Populli i papajshëm. Prandaj në këtë drejtim qeveria sidomos ajo është kryesorja, 2 ministrit kryesore sidomos e luftës dhe e rendit duhet të marrin masa për popullatën. Po masat shkojnë vetëm tek njoftimi apo edhe më shumë? Çfarë si mund të merret? Edhe më shumë, një njoftime nuk ka. Një njoftim nuk ka, njoftim për popullatën, të ketë televizorin e saj të njoftoj ato. E para, e dyta të marrin masa, pastrimin e bunkerëve, rregullimin, vajti lufta, vajti 2 muaj, po vete 2 muaj, gati 2 muaj, po vete lufta, nuk ka një mas. Ku do vej ky popull? Ku do bëj? Nuk e treta, nuk ka njoftime. Njoftimet bëjnë vetë për grumullime, fjala vjen ai kur kanë partitë që kanë në mitinge në gjë dhe s'ka grumullime, s'ka sqarim te populli. Duke mos pas sqarim si do jetë ky popull. Ku jemi ne këtu? Çdo gjë populli do të informohet, për të mira për të di me detaje, pse se është popull i ndjeshëm dhe nuk do që populli në këtë drejtim të jetë indiferent. Populli jonë shumë i ndjeshëm në çdo gjë. Edhe po lufton e po punon, fjala vjen me tërë vështirësi që për të mbijetuar, se është mbijetesë kjo që po bëjmë sot. Kjo është mbijetesë. Nëse shton ata partitë jo kështu e ato, të 2 televizorë që janë PSD kanë hallin e tyre, nuk po thot ku është populli. Ju thatë pastroni bunkeret, po ndoshta po për sa i përket sigurisë nuk e di si jemi edhe me ushqimet. Po me ushqimet është një problem tjetër që këtu nuk e në çdo vend të botës që popullata njoftohet, ka rrugë, kanale zyrtare që njoftohen mirë masa për 1 javë, për 3 ditë, për 4 ditë, nuk e dim. Ne ecim hajde se e quajmë sikur jemi në kohën akoma socializëm, nuk jemi në socializëm. Tani jemi në kapitalizëm dhe në kapitalizëm të egër bile. Në kapitalizëm që bëhet luftë dhe populli jonë shumë vital që jeton dhe reziston. Shikoni televizore si janë mbushur me ankesa, me gjëra, me probleme nga më të ndryshmet. Këta vazhdojnë punën e tyre, 2 partitë kryesore kanë mendje kush do zgjidhet, kush nuk do zgjidhet dhe nuk zbresin poshtë populli. Po kjo është një gjë jo e mirë. Nuk është e mirë, nuk është e përgatitur kjo. Kështu që për masa duhet marr pastrimi bunkerëve po, sinjalizimet po, gjendja e popullsisë, ata nuk e dinë, një database nuk kemi se sa jemi në Tiranë dhe ku jemi. Vajti 12 vjet që flitet për një database të Tiranës se s'po bëhet. Adresat janë jo të sakta, rrugët janë jo të vendosura, hiqje burr, se i heqin sipas duhet këto, të tëra këto jemi në gjendje emergjence. Jemi që me të vërtet duhet shkunden mirë me 2 ministrit kryesore që janë, sidomos Ministria e Mbrojtjes dhe Ministria e Rendit. Patjetër që duhet shkunden në këtë drejtim.
e t'i njoftojnë e t'i bëjnë njerëzit. Nuk ka në për lagje, fjala vjen, në për rajone, në për këto që ka bunker, nuk shikohet asnjë mas për të pastruar. Mirë për mbrojtje kundërore që nuk kemi, se e kemi të siguruar, thotë dhe kryeministri, e kemi jo nga NATO, jo nga Italia, jo nga Greqia, mirë, dakord, ka që janë kapacitetet tona, dhe këtë ne ndjejmë, kuptojmë, por aman të marrim masa për njerëzit, të dim njerëzit ku janë, të dim të lëvizim, të dim të grumullojmë, të dim ku të orientojmë, në këtë drejtim nuk ka lëvizje. Dhe jam dakord dhe me ushqimore, se nëse pase do rritet çmimet, do vi për sa që nafta po bën ditë për ditë dhe nuk ka një stabilitet, pavarësisht se ka krijuar një grupe që do ta monitorojnë naftën e të, po e shikojmë që nuk monitorohet dot nafta. Atëherë nëse do dalin jashtë kësaj edhe ushqimet bazë të paktën që kanë, që është buka e përditshme, dhe të kemi të siguruara këto. Këto nuk e dim, nuk ka rezerva, nuk ka njoftime, siç ka më para që kishte rezerva futena, vina, zvina, se çdo gjë është private tani. Nuk ka më shteti rezerva që të thotë unë do kem rezerva për një emergjencë civile. Kështu që në këtë drejtim detyrimisht që i takon që nga Këshilli i Sigurimit, që nga qeveria të mlidhen për këto probleme, e t'ia bëjnë të qarta popullit. Ku ka si është probabiliteti më i madh